Ditë historike, kështu e ka quajtur në nënshkrimin e kontratës për ndërtimin e autostradës Shkup-Bllaz bashkëkryetari i Vlenit Bilal Kasami. Përmes një postimi në rrjetet sociale, ai shkruan se autostrada Shkup-Bllaz përfundimisht del nga sirtari i premtimeve dhe hyn në kapitullin e projekteve që po realizohen nga qeveria Vlen. Kasami përmend edhe karakteristikat e kësaj autostrade: 27 metra gjerësi, 5 tunele dhe 9 ura, teksa ka uruar qytetarët me pohimin se bëhet fjalë për një autostradë moderne që lidh vendin tonë me Kosovën. Autostrada Shkup-Bllaz po bëhet, shkruan në Facebook bashkëkryetari i Vlen Izet Mexhiti, teksa njofton se nënshkrimi i kontratës çon në zbatim pjesën e dytë të autostradës Shkup-Bllaz, një investim prej mbi 200 milion eurosh dhe një nga projektet më të rëndësishme infrastrukturore në vend. Sipas Mexhitit, me këtë projekt korridori nga Stenkoveci deri në Bllaz do të kompletohet në rreth 12 kilometra autostradë moderne, duke afruar më shumë qytetarët, duke lehtësuar qarkullimin dhe duke forcuar lidhjen mes dy vendeve. Teksa përplasjet për këtë autostradë që janë zhvendosur në rrjetet sociale, nënkryetari i BDI-s Bujar Osmani shtron pyetjen se pse u humbën 2 vite. Për 2 vjet na thanë se autostrada Shkup-Bllaz ishte bllokuar sepse po ndryshohej trasa. Ky ishte justifikimi me të cilin u arsyetua çdo vonesë. Sot, me nënshkrimin e kontratës, del qartë se nuk është ndryshuar as edhe 1 milimetër nga traseja e projektit që ne lam të përgatitur, shkruan Bujar Osmani në Facebook. Sipas tij, financimi ishte siguruar, projekti ishte përfunduar, shpronësimet ishin realizuar dhe procedurat e tenderimit ishin nisur. 2 vite u humbën duke mashtruar opinionin me një ndryshim traseje që nuk ka ekzistuar kurrë, thot në Facebook Bujar Osmani.